Shtrohet pyetja. A ka nevojë mu përmisu, a kemi nevojë me përmisu namazin? Kush s'ka nevojë mu përmisu? Një pyetje thjesht nëse ja bojmë vetës, edhe I themi se a je I gatshëm me ja dorëzu shpirtin Allahu të lartësuar në momentu. Edhe unë mas pari kam e thonë jo, edhe tjerë që shto besaj. Pse? Sepse du të falem hala. I kam do namazë që nuk I kam falë, nështë ta mos I kompenzoj diqysh. E kretë kjo të regon që ka hapësirë për me përmisu namazin edhe për me rregullu atë. Ndërsa përmisimi, kisha me thonë, I përfshin dy sferat kryesore ose në dy drejtime, I zhdash që përmisimi jo në mu koncentru. E para, rritja e sasisë namazit. Dhe e dyta, ngritja e cilësisë. Kemi nevojë edhe për me shtu namazë, kemi nevojë edhe për me perfekcionu namazin edhe me bo ma mirë edhe me bo në cilësin më të mirë. Përse se në pikë veç do t'i themi ka pak fjon. A kemi nevojë me shtu namazë? Dikush do t'u fali 5 kohë, s'ka mundësi me shtu? Ka mundësi sa dush. Sepse ai I cili ka qenë më I mirë se unë, më I mirë se ti dhe më I mirë se çdo kush që ka ecën mbi këtë tokë, është fal shumë më shumë se sa 5 kohë të namazit. Kështu që kemi hapësirë edhe kemi mundësi me shtu namazë hala. Aq më tepër që dikush nuk është I rregullt namazë. Ka mundësi që dikush nuk është I rregullt namazë, I fal disa prej namazë, ose kemi njerëz që falin vetëm xhumon. A nuk është Ramazani shans e mirë për me I shtu namazet, edhe për me qenë të rregullt namaz? Pse? Sepse nuk po na vjen namazi më lehtë në Ramazan. Kemi xhamiat më të mbushura. Qoftë namaz taravive, qoftë namazet ditore, xhamiat janë më të mbushura. Pse? Namazi është më I lehtë. Namazi është më I lehtë, edhe dyqysh po e ndit mangët veten që tër ditën agjërushëm subhanallahu dhe mos dhe mos me him u fal mirë. Do thotë në Ramazan po e rrisim sasinë e namazit, do thonë po I shtojmë namazet të cilat nuk I fal. Kështu që përderisa në Ramazan është më e lehtë, edhe është atmosfera më e butë, më e këndshme për adhurime dhe për nënshtim ndaj Allahut të lartësuar, atëherë shfrytëzojmë këtë mundësi. E shfrytëzojmë këtë mundësi dhe I rrisim kohët e namazeve nëse nuk jemi të rregullta në to. Nëse në Ramazan nuk fillojmë mu fal rregullisht, ose nëse në Ramazan nuk fillojmë mu fal namazin, kur kemi me fillu? Mund të fillu dhe me jashtë Ramazanit. Mirë po ta dimi që e kemi shumë herë më vështirë sa në Ramazan. Sepse Ramazani që është atmosfera. Allah I lartësuar e ka bërë atmosferën e Ramazanit shumë të këndshme. I ka hap dyert e xhenetit, do thot aroma e xhenetit dhe veprave të xhenetit vazhdimisht e nohot gjithkund. Përderisa I ka mbyll dyert e xhenemit që punët e xhenemit edhe veprat të cilat të shpinë në xhenem është vështirë më u kryo shumë më vështirë se jashtë Ramazanit, ndërsa armikun kryesor shejtanin e ka prangos. Domthon çka Allah e ka bënë atmosferë shumë të përshtatshme që besimtari me reflektu udhëzim më tepër, ose me reflektu udhëzim nëse s'është I udhëzuar fare. E tash nëse me çto favore që I ka, edhe me çto situatë shumë të këndshme, nëse nuk e shfrytëzon mundsinë, edhe me ndryshu dhe me I shtu namazet, ose me fillu me namaz, kur? Mos I lërohet shejtani? Mos I të hapën dyert e xhenemit edhe fillon ajo nxehtësia e xhenemit, edhe ato ernat jo të mira të xhenemit mu përhap edhe nëpër tokë, e pastaj dyert e xhenemit mbyllen edhe nuk mundemi me gjetë lehtë aromën e xhenetit, domthon kur? Atëherë të shfrytëzojmë këtë mundësi edhe të ngrisim, të shtojmë namazin për nga sasia. Nëse s'kemi qenë të rregullt, të falem rregullisht në Ramazan, mirë, po pas Ramazanit të vazhdojmë me këtë tempo. Nëse kemi qenë vetëm me xhumo, a mjafton? A është mjaftueshme ose pyet veten ti, çka më bëj me një xhumo? Mirë është kjo. Më mirë me një xhumo se as me atë. Mirë, po çka do të bëj një herë në javë? Një herë në javë do më thon Allahut, o Allah ty të na shtrohem dhe ty të madhëroj për mirësitë që më ke dhënë edhe për urdhrin 25-6 herë në Kur'an që e ke përsërit për më fal. Unë një herë në javë. Thonë te ke përsërit urdhrin 26 herë për më fal në Kur'an, edhe më fal 5 herë në ditë, unë një herë në javë të fal. Ku jemi na? Karshi urdhrit të Allahut të lartësuar. Pastaj nëse kemi disa kohë namazit, ka shumë prej besimtarëve që zgjohet herët mëngjes e fal sabahin, shkon punë dhe pastaj kur vjen të shtëpia nëse mundet me fal në kohë, ndërsa kohët e ditës ikin për arsye se është I pakujdesshëm se me qenë pak më I kujdesshëm I fal. Edhe në Ramazan apo mundemi I fal po. Atëherë vazhdo mos Ramazanit. Mirë, ai që është I rregullt, shto nafile.
Shto namazet sunete. Nëse s'ke qenë i rregull në sunete, mundohu të jesh i rregull në sunete. Pastaj edhe namazet tjera vullnetare, për të cilat kemi shumë nevojë edhe në jetën e kësaj bote, po kemi shumë nevojë edhe në botën tjetër. Kjo është ajo rrofshi i parë ose dimensioni i parë që duhet besimtari të koncentrohet në Ramazan për shtimin ose rritjen e sasisë së namazit. Nëse nuk është në nivel, gjithë ne nuk jemi në nivelin e duhur.